Një ushtar u qellua nga policia gjatë një stërvitje në shkallë të gjerë të Bundeswehr, forcat armatosura të Gjermanisë në qytetin jugor bavarez të Erding, thanë zyrtarët gjerman të mërkurën. Një zëdhënës i komandës operacionale të Bundeswehr i tha medias gjermane se një kishkuptim kishte quar në një të shtënë midis trupave që merrin pjesë në stërvitje dhe policia që ishte thirrur nga banorët vendas. Ushtari është liruar që atëherë nga spitali, ku u trajtua për lëndimet e lehta sipas zëdhënësit të policisë lokale. Si pjesë e një stërvitje të quajtur Marshall Power, Bundeswehr aktualisht po kryen një stërvitje që përfshin rreth 500 policë ushtarak si dhe qindra ndihmës të parë nga policia, shërbimet zjarr fikse dhe të shpëtimit. Stërvitja po zhvillohet në hapësira publike në një 10 qytetesh dhe qytezash bavareze në veri të Miniot, përfshirë Erdinger. Policia bavareze tha se po i përgjigjit raporteve për një bull që mbante një armë dhe kishte vendosur një siti shumëta në juglindjet e Erdinger, përfshirë një helikopter, herët të mërkurën në mbrëmje. Sipas të përditshmes gjermane Bild, policia ushtarake shëlloi me municion stërvitje ndaj oficerëve të policisë që mbërritën duke besuar se kjo ishte pjesë e stërvitjes ushtarake. Oficerët e policisë thuhet se më pas qelluan me municion luftarak duke goditur një nga ushtarët. Për shkak të një keq interpretimi në vendngjarje pati të shtëna, më vonë doli që personi që mbante një armë ishte një anëtar i forcave të armatosura gjermane, i cili ishte në vendngjarje si pjesë e një stërvitje, tha policia bavareze në një deklaratë. Ajo tha se policia kundër krimit së bashku me oficerët vendas po kryenin një hetim për incidentin.